Mirë, jemi sërish të bashku në këto minuta të fundit të emisionit, sikur se ju thash edhe në hapje të start mëngjesin e sotëm, nuk mund të lëm pa përmendur edhe atë se çfarë ka ndodhur në Maqedoninë e Veriut përgjatë ditëve të fundit, një ngjarje tragjike, një ngjarje fatale, por që na e rikthen edhe një herë vëmendjen për të ndalur pikërisht te siguria e ndërtesave. Për këtë do të flasim me inxhinierin e ndërtimit, zotin Gëzim Beshaj, të cilin e kam në lidhje Skype në këtë moment. Zoti Beshaj, ju përshëndes. Përshëndetje. Nëse nisim paksa lidhur me ngjarjen në Maqedoninë e Veriut, duket se gjithçka ka ndodhur nga një problem piroteknik, nga mjetet piroteknike, por edhe cilësia dhe materiali i ndërtesës ishte e dobët dhe shumë thjesht për të marrë zjarr. Cilat janë disa nga gabimet më të shpeshta që bëhen në ndërtesa sa i përket sigurisë? Për të folur për këtë është një praktike e gjerë që fillon që nga projektimi i një vepre inxhinierike, zbatimi, mbikëqyrja e dorëzimit dhe për më tepër pastaj fillon protokollet e mirëmbajtjes së shërbimit. Me sa duket për ta lidhur me këtë vepër, unë pash pak në televizor, kam ndjekur domethënë diçka që është skandaloze. Sepse aty ajo vetëm gabim nuk ishte, ai ishte një asha për hangar për kuajt, ta themi kështu në jargonin popullor. Ai ishte jashtëdollë e kriteri teknik, si lodin. Që nga mulesa që ishte, që për të shikosh me termitë, ka mbi 30 vjet që kanë dalë shpërdorimet dhe nuk lejohet janë pjesë strukturave ndërtimore që janë kancerose. Plus që ajo është një godinë e papërshtatshme në gjithçka. Por më shumë të tjera, unë mësoj tek fakti që tek rregullat e protokollet e mirëmbajtjes në shfrytëzim të godinave në tërësi. Zoti Beshaj, që ta bëjmë pak më të prekshme dhe të marrim mësimet nga kjo ngjarje, sepse patjetër na rikthen edhe një herë vëmendjen dhe na vendos përballë një situate alarmante që të jemi më të sigurt në mënyrën se si ndërtojmë, të kemi ato daljet e emergjencës. Çfarë mund të themi për ndërtesat në Shqipëri? Sa të sigurta janë në këtë aspekt? Të paktën ndërtimet e reja. Ndërtimet e reja tentojnë që një pjesë projektohen mirë, projektohen me kriteret, por unë shumë do të mësoja faktin që në disa vende nuk është mundur të arrihet të ndërhinë në rast të emergjencës zjarr fikse. Por më shumë nga të gjitha unë mendoj se ne kemi defektin kryesor tek kushtet apo protokollet e mirëmbajtjes. Domethënë ato duan shërbim të vazhdueshëm. Edhe nëse ne kemi instaluar brenda kritereve, brenda normave teknike, sistemet e fikjes së zjarrit, ato duan në mënyrë periodike të kontrollohen, të certifikohen. Për to të ketë protokolle të veçanta, të cilat duhet të bëhen her pas here dhe nga njerëz të kualifikuar. Këtu besoj se kemi brakuar dhe ligjor dhe edhe mos zbatim të ligjeve që janë në fuqi sot dhe protokolleve në Shqipëri. Për shembull, po ta bëj praktikën, nëse kemi një dram, një pallat, po themi. Janë detyruese apo në një magazinë, nuk e di, një fabrikë. Mjaftohet të instalohen ato, po ato duhet një 6 muaj, po të kolaudohen, të shikohen, testohen, provohen, janë apo nuk janë në funksion. Dhe për këto duhet të jenë të rrepta kontrollet dhe protokollet. Dhe kush i bën këto? Ose në pallate, për shembull, sot ka me 10 raste që ne i dimë, jemi vetë prezent, që ndërtohen, instalohen këto, por nuk lidhen me rrjetin e ujit, nuk lidhen me pompat që janë dhe me rezervorin e ujit që janë gatishmëri. Zoti Beshaj, një pyetje për ta bërë pak më konkrete situatën, se rrjedhimisht teksa ju flisni më erdhi në mendje që edhe në kryeqytet kemi pasur disa raste të ndodhive të zjarrit, të paktën këto mund të kujtoj. A kanë qenë të pajisur me sisteme antizjarr, pra i kanë pasur gjitha kushtet këto pallate në ndjenin tuaj? Ato pallate në ndjenin time kanë patur 2 probleme. E para punës, pavarësisht nga sistemi antizjarr, i cili edhe mund të mos funksionojë, por masa më e rëndësishme dhe që bën themelin e gjës, në kuptimin e zgjidhjeve, është materialet e ndërtimit që ne përdorim. Pra, marrim për një, supozojmë për një moment që nuk funksionoi zjarri, fiksja nuk edhe për një arsye, por materialet që ne vendosim
duhet të kenë dy kritere shumë specifike që janë të japi kohë ndihmës që zjarri të mos shpërndahet. Pra supozojmë se bie në një fasadë apo në një ambient të brendshëm, në një tavan, shpesh herë këto ambientet e mëdha që bëhen për shembull për diskoteka që duhet hyn te ato që ne quajmë të rëndësishme së veçantë, duhet të përdoren materiale që të mos marrin zjarr më herë. Por nëse bie zjarri duhet të ri i lokalizuar aty ku ka rënë, për të dhënë kohë, po themi 60 minuta, një orë vrap në normat që shteti shqiptar. Por duhet ta ketë të kohë që të japi mundësi njerëzve të dalin jashtë të evakuohen dhe njëkohësisht të shuhet zjarri. Dhe nga ana tjetër, kriteri i dytë është ajo që mos jenë toksike. Sepse edhe kjo është shumë e rëndësishme. Nëse bie zjarr dhe materialet gjatë djegjes shojnë lëndë toksike të helmuese, bën fakti që njerëzit të dëmtohen apo të kalojnë deri në ndrimin e jetës tyre më parë nga kymi dhe nga mos pakë mundësia marrjes së ajrit, nga ndotja që bën djegja e këtyre materialeve, se sa nga zjarri vet. Duke qenë tek po. Duke mbetur tek banesat, sepse besoj kjo është një pyetje që shumë qytetarë ja bëjnë vetes. Të gjesh një banesë të lirë në Tiranë është pak e vështirë. Të lirë ose të paktën në raport me çmimet e tregut, na tregon për cilësi më të ulët të ndërtimit një çmim më i lirë sot në kryeqytet? Nuk të kuptova, të lutem. Na tregon për një cilësi më të ulët të ndërtimit, materiali që është përdorur, një çmim më i ulët i një banese, i një apartamenti në kryeqytet? Se besoj kjo është pikpyetje që e kanë gjithë qytetarët. Këtu përzihet edhe kërkesa për treg apo oferta që mund të ketë dikush që lëshon banesën, mund do ta lëshoj për një hatë të marrë para, këtu nuk do ta përcaktosh dot. Po unë do të thoja këtë gjë që ne duhet të kemi protokolle siç i ka dhe gjithë bota, që do të thotë, nëse unë zgjer një banesë në shitje, apo nëse unë zgjer një banesë për me qira, paralelisht me atë pjesën tregtare, duhet që nëpërmjet organizmave shtetëror apo institucioneve të përcaktuara me ligj, duhet të certifikohen që blerësi kur e blen ta ketë të certifikuar dhe pjesën e mbështetjes kundër zjarrit. Pra të thotë kjo banesë do lejohet, futesh do të hiqë, po e merr me qira apo po e blen, por urdhërohet dhe këtë protokollin dhe këtë dokumentin që kjo është verifikuar dhe është e rregullt dhe i ka sistemat e mbështetjes kundër zjarrit. Kjo nuk ndodh në Shqipëri. Mendoni që në përfundim se jemi edhe në limitet e kohës, një pyetje të fundit. Pallatet e vjetra, sa të sigurta janë në këtë aspekt dhe a duhet të ketë tashmë, nisur edhe nga ngjarja që ndodhi, një inspektim dhe ndoshta një rishikim të këtyre ndërtimeve për të pajisur me daljet e emergjencës në rastet që nuk i kanë apo me sistemet antizjarrit në rastet që nuk janë aktive? Pallatet e vjetra, flasim për pallatet, mos i ngatrojmë. Ato që janë ndërtimet civile, për mua janë më të sigurta sepse materialet janë aty, nuk janë ndjekshme. Okej. Sot po e mbushim me polisterole, po e mbushim me lloj-lloj materialesh plastike, të cilat duhet të kesh një korreksim maksimale për të qenë i sigurt. Kështu që edhe nga ato që kanë ndodhur në Shqipëri, në ato pallate zjarrit kanë qenë të lokalizuara. Subatime janë ato pllaka janë, nuk shpërndahet zjarri kollaj. Okej, pra të paktën ata që jetojnë në pallatet e vjetra duket të jenë dukshëm më të sigurt në çdo rast, por megjithatë patjetër që duhet marrë parasysh çdo mas sigurie. Koha që ti jep, domethënë zjarri për të reaguar, po. Kështu që ta jep mundësinë të shkojë të ndihmohet, ti marrësh ti nxjerrësh njerëz nga banesa, kurse në të rejat janë këto materialet e fundit duhet të kesh kontroll të veçantë shumë korrekt që nuk ndodhet atë. Zoti Beqa, ju një falenderoj shumë për kohën dhe për gjithë informacionin që ndat me ne në start.